Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për praninë tuaj në këtë aktivitet, I cili përmban një moment të rëndësishëm në rrugën e thellimit të bashkëpunimit mes qeverisë dhe universitetit, dhe pa përsëritur shumë çka që u tha këtu, dua të sjell në vëmendje faktin se qysh kur ne e shpallëm paktin për universitetin, procesi I ndërveprimit me universitetin sipas fushave ka njohur zhvillime të vazhdueshme dhe eksperienca na ka mësuar që në këto bashkëpunime me fakultete të ndryshme ka shumë për të mësuar, por njëkohësisht ka gjithmonë më shumë për të bërë. Dhe programi I sotëm është shprehje e këtij fakti, por njëkohësisht përtej këtij programi, I cili do të mundsoj rekrutimin për një praktik të veçantë për një numër studentesh të këtij universiteti, ne duam që të shkojmë edhe më tutje dhe duam që të artikulojmë edhe më shumë programe të posaçme të kësaj natyre, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që studiojnë në universitet që të fillojnë të materializojnë një perspektivë të nesërmes pa mbaruar ende studimet dhe që të përfshihen në praktika pune të cilat ju hapin atyre këtë perspektivë dhe ju sigurojnë një informacion të domosdoshëm lidhur me si mund të bëhen pjesë e përhershme e trupave të ndryshme që operojnë në funksion të interesave të shtetit shqiptar, dhe nga ana tjetër për të krijuar ura të reja, kanale të reja bashkëpunimi në mënyrë që investimet dhe mbështetja e drejt për drejt e qeverisë për universitetin të shkojë pikërisht në funksion të përfitimit të ndërsjellë. Të përfitimit ndërsjellë ku ajo çka universiteti përfiton të materializohet në jetën konkrete të studentëve dhe ajo çka shteti investon të materializohet në impaktin që këta student kanë në rritjen e cilësisë së punës së strukturave përkatëse shtetërore. Praktikat e punës tani më janë bërë rutinë dhe çdo vit ne kemi një numër të konsiderueshëm studentësh të cilët kanë mundësinë të shfrytëzojnë këto praktika pune për të realizuar pikërisht këtë tranzicion midis aulave të universitetit dhe frontit të punës në jetën e përditshme, ndërkohë që, siç e tha rektori para meje, ndërkombëtarizimi është një proces që ka filluar të na japi rezultatet e para, por që kërkon që bashkarisht qeveria dhe trupa drejtuese e universiteteve të shtyjnë më shumë në mënyrë që shumë nga koha e humbur të mund të rifitohet. Dhe ne po bëjmë shumë përpjekje për të sjellë realitetet të reja akademike nga jashtë brenda Shqipëri,
dhe duam njëkohësisht që të mbështesim edhe më shumë çdo përpjekje që bëjnë universitetet për t'u hapur ndaj botës edhe për t'u krijuar studentëve të tyre këtu në Shqipëri mundësinë që të marrin drejt për drejt, si të ishin jashtë, ato çka bota jashtë në të gjithë rrjetin e universitetet veta ofron. Po ashtu më vjen shumë mirë që pakti për universitetin funksionon edhe në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës dhe faktikisht ky universitet po fuqizohet me 2 struktura të reja, moderne, cilat do të garantojnë hapësirë dhe kushte optimale për studentët, që nga inxhinieria deri tek gjeologjia, dhe patjetër që ne nuk do të mjaftohemi me kaq, sepse përtej kësaj infrastrukture të reja dhe domosdoshme, është po kaq e domosdoshme që ne të mbështesim universitetin për të fuqizuar me laboratorët e nevojshëm, për të fuqizuar me teknologjinë e nevojshme në mënyrë që ndryshimi epokal që po ndodh kudo në botë ta përfshi fuqimisht edhe universitetin. Dhe në fund dua ta mbyll pikërisht me këtë ndryshim dhe me domosdoshmërinë që në çdo universitet ne të krijojmë sa më parë hapësirat për t'i dhënë mundësi pedagogëve, për t'i dhënë mundësi studentëve që të aktivizojnë talentet dhe dijet, por dhe kuriozitetin e tyre intelektual për inteligjencën artificiale. Është absolutisht e domosdoshme, por është dhe absolutisht e mundur. Dhe mbi të gjitha, ajo çka e bën egzaltuese inteligjencën artificiale është se ka pak rëndësi se në cilën pikë të globit ndodhesh dhe ka pak rëndësi se në cilin rresht të klasifikimit të vendeve ndodhet vendi ku ti jeton, pasi përmes inteligjencës artificiale mund të bëhen kapërcime epokale, të cilat përndryshe do ishin krejtësisht të pamundura, pavarësisht talenteve, pavarësisht ambicje, pavarësisht vullnetit. Kështu që në funksion të kësaj që thash, ne do të përgatitemi që edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe në buxhetet e viteve të ardhshme të kemi një komponent që të mbështesim të gjitha sprovat që do t'ia vlejnë të mbështeten në këtë drejtim, dhe për këtë arsye ju përfitoj nga rasti t'ju bëj thirrje pedagogëve, t'ju bëj thirrje studentëve që të angazhohen sa më shumë për të punuar së bashku në funksion të rritjes së komponentit të inteligjencës artificiale në të gjithë hapësirat e universiteteve tona. Ju falenderoj shumë dhe uroj shumë që për studentet që do të përfshihen në këtë program që synon rritjen e numrit të vajzave në një fushë ku në fakt ne nuk është se kemi një problem të pabarazisë gjinore, por programi është një program i tillë dhe nuk kemi po ashtu asnjë arsye që ta refuzojmë, për sa kohë programi hyn në një kuadër më të gjerë ndërveprimi me një institucion të rëndësishëm ndërkombëtar. Unë përsëris atë që tha edhe ministria, thirrjen që djemtë mos dekurajohen nga mbështetja për vajzat, që burrat mos ta humbasin durimin nga mbështetja për gratë. Tani më edhe koha po e provon që mbështetja për gratë dhe vajzat është investimi më i dur dhe më
më i frytshëm, dhe unë shpresoj që t'jetë një investim që qoftë për inat t'i motivoj më shumë burrat, sepse përgjithsisht janë më të rehatuar nga pamja e procesit të menduarit se sa që janë gratë dhe vajzat. Kështu që ne na duhen sa më shumë njerëz të motivuar dhe të parehatuar me veten, por në kërkim të vazhdueshëm të sprovave dhe në sfidë të vazhdueshëm me veten. Dhe në këtë aspekt, si përfaqësues i gjinisë më të dobët, më vjen keq, por duhet edhe bashkëvuajtësit burra dhe djem ta pranojnë që gratë janë më përpara se ne. Nuk kemi çfarë bëjmë tjetër përveç se me shumë dinjitet të dorëzohemi përpara këtij fakti, e të përpiqemi të rekuperojmë sa të mundemi, të bindur që nuk do t'i kalojmë dot asnjëherë, por të paktën të arrijmë të jemi në lartësinë e të qenit bashkëudhtar të tyre dhe t'ju rrim në krah me sa më shumë dinjitet. Shumë faleminderit.